إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Zotin e botrave falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka udhëzon Allahu nuk ka kush që humb atë përveç tij. E ka humb ai nuk ka kush që udhëzon atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i vetëm pa shok, atij i takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. E plotsoi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa i erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e tij përbetoheni. Ruajeni lidhjet farefisnore, se ai Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtetë, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe.
Çdo shpikje në fe është humbje, e çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër të nderuar, duke parë aktualitetin ku jetojnë muslimanët në ditët tona, duke parë gjendjen e muslimanëve përgjithësi në Perëndim, e pas të udhës që në këtë temë të trajtoj disa shkaqe, pra sot të trajtoj disa shkaqe që ndihmojnë muslimanin t'i bëj ballë sfidave me të cilat përballet në përditshmëri. E pashtë arsyeshme që të flas për disa shkaqe që ja mundësojnë muslimanit me qenë i qëndrueshëm përballë provave dhe furtunave me të cilat përballemi përditshmërinë tonë. Kjo temë ka të bëjë pikërisht me zemrën e robit, për cilën profeti sallallahu alaihi wasallam e krahason si puna ati ujit që është në enë, dhe ena është duke vluar pra zemra, lëkundet, ashtu si që lëkundet pra edhe ajo ena pra në kulmin e nxehtësisë që është duke vluar, ose e krahason profeti sallallahu alaihi wasallam zemrën e robit si puna e një puple ose një gjethe peme që e kthen era sa në një krah në krahun tjetër. Ashtu pra është edhe zemra e robit. Ashtu ndodh, sprovohet edhe njeriu në jetën e tij, luhatet, ndryshon, por prej mëshirës madhe të Allahut lartësuar, është që nuk na ka lënë pa dritë udhëzimi. Zoti i gjithësisë na i ka bërë qarta shkaqet që na mundësojnë me qenë qëndrueshëm në rrugën e tij, me qenë qëndrueshëm në fenë e tij. Dhe patjetër këto shkaqe janë çështje të rrezikshme që muslimani duhet t'i kushtojë rëndësi tepër të madhe, se përndryshe e merr era, përndryshe devijon, përndryshe përfundon në humbje. Allahu na rujt, e humbet dynjan dhe humbet më të rëndësishmen ahiretin e tij. Por Zoti i gjithësisë, për mëshirës madhe që ka për robrit e tij, i ka bërë qarta këto shkaqe në librin e tij, në Kur'anin famëlart, dhe ne i ka bërë të qarta profeti sallallahu alaihi wasallam porositë e tij. E ndër shkaqet kryesore është pikërisht Kur'ani, fjala e Allahut të lartësuar, i cili është dritë, e kush e lexon atë, kush e praktikon atë në përditshmëri, kush e lexon Kur'anin e mbron Allahu, kush e praktikon Kur'anin e shpëton Allahu, kush thret për të lexuar, për të medituar dhe për të praktikuar Kur'anin, është në rrugën e drejtë, është në rrugën e duhur. Zoti i gjithësisë, për urtësive të mëdha, bëri që ky Kur'an të zbriste profetit sallallahu alaihi wasallam për 23 vite, manual jete dhe shkak për qëndrueshmëri, për t'i bërë muslimanët në kohën e profetit alayhis salam, por edhe ne pas tij, me qenë qëndrueshëm. Dhe ata idhujtarët, sa herë që i hidhnin një dyshim profetit alayhis salam, Zoti i gjithësisë zbriste ajete Kur'ani si kundër përgjigje ndaj tyre, derisa ata thanë, a nuk e zbret ky Zoti tha këtë librin pra ti zbriste një herësh i tërë dhe të mendonin pra diçka tjetër. Por Allahu lartësuar i kundër përgjigjet atyre thot, kedhalika linuthabbita bihi fuadek, thot ashtu pra që ta bëjmë zemrën tënde të qëndrueshme. Vllai i nderuar, medito pak në atë momentin kur profetit sallallahu alaihi wasallam ndodhi një kohë shkputje e shpalljes. Nuk po i zbriste shpalljes, shpallja profetit alayhis salam. E idhujtarët e shfrytzuan si rast. Than e ka braktisi madhi Zot Muhammedin alayhis salam. Por Zoti i gjithësisë zbriti ajetet e Kur'anit, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nuk të ka braktis ty Zoti e as të urren. Vallë si ishin këto ajete për zemrën e profetit alayhis salam. Qetësim, qëndrueshmëri, forcë. Po ajetet tjera, kur thanë se këtë Kur'an Muhammedi thanë e ka mësuar tek një burr rëmak, një marangoz rëmak, Zoti i gjithësisë zbriti ajetet e Kur'anit,
lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Tha gjuha e atij personit për cilën ata thonë se e ka mësuar prej tij është gjuha huaj, ndërkohë ky Kur'an ka zbritur në gjuhën arabe të pastër. Si ishte kjo përgjigje për profetin alayhis salam? Si ishte kjo përgjigje për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam? Patjetër që ishte shqetësim për ta. Ose erdhi ai tjetri duke hedhur akuza dhe duke u munduar me utallë në ditën e gjykimit, erdhi me disa eshtra dhe duke i shkërmosh me dorën e tij tha, a do t'i ringjall, tha Zoti këto pasi janë bërë pluhur? Allahu subhanahu wa taala zbriti ajetet e fundit të surës Yasin. Ku thot wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Na dha neve, thot Zoti i gjithësisë, një shembull. Ndërkohë që harroi krijimin e tij, tha kush i ringjall këto eshtra pra pasi ato janë bërë pluhur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj i ringjall ato ai që i ka krijuar herën e parë. Vëllezër të nderuar, ky Kur'an është shkak që nëse ne e lexojmë, ne meditojmë fjalët e Allahut të lartësuar, do të kemi mundësi të bëjmë ballë edhe dyshimeve të kohës, që dikush ndoshta në shkollë mund të përballet me dyshime mbi ekzistencën e Zotit. E ke përgjigjen në Kur'an. Do të përballet me dyshime mbi Islamin. E ke përgjigjen në Kur'an. E nëse ne do ta lexojmë Kur'anin, do të meditojmë fjalët e Allahut të lartësuar, do të kemi program ditor secili prej nesh me familjen e tij për ta lexuar Kur'anin me lejen e Zotit gjithësisë, kemi për të qenë të qëndrueshëm. Për shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut të lartësuar, është meditimi në historitë e profetëve. Zoti i gjithësisë në Kur'an na përmend histori të ndryshme të pejgamberëve të tij. Po nëse ti i lexon ato histori, edhe nëse has vështirësi në jetën tënde, me të vërtetë do të gjesh qetësi, do të gjesh qëndrueshmëri. Lexon për shembull për profetin e Zotit Ibrahimin alayhis salam. Në momentin kur deshin që ta dënonin me djegje në zjarr, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Zoti thot, ne i tha mos zjarr, i ftoht dhe paqe për Ibrahimin. Pra çfarë do lloj vështirësie të vinë ty? Ti nëse kujton atë historinë e Ibrahimit alayhis salam që përmendet në Kur'an, beson se Zoti i gjithësisë ka për të bërë rrugdalje. Beson se Allahu i lartësuar ka për të ta lehtësuar. Po më pas lexon për Musa'in alayhis salam, ku ju mbyllën gjitha rrugët. Përballë ti ishte deti, pas ti ishte ushtria Faraonit. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Shokët e Musait than, na arriti Faraoni. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Musa alayhis salam çfarë tha? Jo, kurse si, me mua është Allahu. Ai ka për të bërë rrugdalje. Pa edhe ty nëse të ndodhë që të blokohen gjithë rrugët, kur mos haro se dera e madhe të Zotit është e hapme. Dera Allahut të lartësuar është e hapme. Ashtu si Zoti i gjithësisë bëri rrugdalje për Musa'in alayhis salam, bën rrugdalje edhe për besimtarin. Po këto ku i gjejmë? I gjejmë Kur'an. I gjejmë të ngjarje në Kur'an. E nëse ne lexojmë Kur'anin, atëherë do të kemi mundësi të bëjmë ballë vështirësive të jetës. Për shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut, të bëjmë ballë sfidave, është praktikimi i fesë Zotit. Besimin me e shoqëruar me punë, me e shoqëruar me vepra, me i zbatu urdhrat e të madhit Zot. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Qatade kur e shpjegon këtë ajet, thot i bën Allahu të qëndrueshëm ata të cilët kanë besuar me pra punë thot të mirë në këtë botë, dhe në ahiret thot i bën të qëndrueshëm kur të jenë varr, ku secilit prej nesh do t'i bëhen 3 pyetjet e varrit. Nëse ai ka qenë besimtar, ka vepruar vepra të mira, jo bind të madhit Zot, do të ketë mundësi të përgjigjet dhe do të përjetoj mirësinë varrve e pret mirësia e përjetshme në botën tjetër. Prej shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm është lutja, duaja, dhe kjo është cilësi e besimtarëve qysh në kohë
Bez pas bezi, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zot, mos na I devio zemrat tona pasi na ke udhëzuar. Mos na ndrysho ato pasi na ke udhëzuar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht shpesh e përsëriste lutjen ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Prej shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm, e ti bëj mballë sfidave, është përmendja e Allahut lartësuar. Sa më shumë me përmend Zotin e gjithësisë. Sa më shumë me bë dhikr. Imagjinoje ti Jusufi alayhi salam, kur përballë me atë provën e madhe, që ishte gruaja në të cilën pra ishte I detyruar të shërbente. Ishte I detyruar të bindej urdhrave të saj. Dhe në momentin kur ajo pra me post, me pozit, pasuri, bukuri gjitha, efton për të kryer veprën e turpshme, çfarë bëri? Qale ma'adha Allah. Kërkoi mbrojtjen e Allahut, përmendi Zotin. Kjo do të jetë traditë e besimtarit. Kjo do të jetë traditë e besimtares, vazhdimisht me përmend Zotin e gjithësisë. Prej shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut dhe t'i bëjmë mballë sfidave, është patjetër edhe edukimi. Me u eduku, ashtu siç edukoi profeti sallallahu alaihi wasallam shokët e tij. Dhe po të lexosh historinë e profetit alaihi salam, se unë këshilloj çdo njërin ta ketë program me familjen e tij, me fëmijët e tij, me lexu çdo herë historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse të parët tam e kishin tradit, ja mësojnë historinë e profetit fëmijëve të tyre, ashtu siç mësojnë suret e Kur'anit. Pse? Sepse ajo është një jetë e tërë. Dhe feja jonë përfshin gjithçka në jetën tonë. E nëse ne do të edukohemi me mësimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, kemi për t'i bërë ballë sfidave. Ka për ndryshu gjendja jonë, kemi për të përmirësuar. Profeti alaihi salam ishte ai që edukoi Bilalin, ishte ai që edukoi Khabbabin, ishte ai që edukoi Musabin, të gjithë sahabët. E po t'i shihi ata në Mekke, tortura nga më të ndryshmet. Bilali e nxjerrnin në kulmin e vapës dhe I vendosnin shkëmbinj dhe e shtrinin në shkëtir. A ndryshoi? A lëvizin nga e vërteta? Jo kurse si. Pse? Sepse ai u eduku prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Khabbabi e merrnin hekurin e nxehtë, e vendosnin në shpinën e tij, vetëm që të ndryshonte, vetëm që të devionte, ta linte fen, por ala, jo as pak. Pse? Sepse ai kishte besim fort, sepse ai ishte edukuar prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, prej shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm është shoqërimi me njerëz të mirë, me zgjedh shokun më të mirë se vetë. Me u mundu, me u përpjek, me u shoqëru me njerëz të mirë, me besimtar. Sepse el mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Le të shikoj çdo njeri për jush se kënd merr për mik, me kënd shoqërohet. Vëllezër të nderuar, për shkaqeve që na mundësojnë me I përmbledh gjitha këto shkaqe dhe me I përjetu ato janë xhamit e Allahut, shtëpitë të madhit Zot. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjëja e parë që bëri kur shkoi në Medinë, çfarë ishte? Ndërtimi I xhamisë. Sepse ajo është themeli, ajo është mboroja, kalaja e muslimanit. Aty edukohet, aty mëson përmendjen e Zotit, aty mëson Kur'anin, aty mëson namazin, aty mëson historinë e profetit. Gjitha këto mësohen në xhami. E bëhet xhamia burim për të qenë njeriu I qëndrueshëm në fenë e Zotit të gjithësisë. Allahu subhanahu wa taala ka bërë që shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e dheut të ishte xhamia. Dhe kështu muslimanët e kanë vazhduar tradit brez pas brezi ndërtimin e xhamiave, kujdesjen për xhamiat. Ashtu e lutë Allahun e lartësuar që edhe këtu tek ju pra të përfundoj blerja e kësaj xhamie dhe ta gëzojmë
muslimanët, brez pas brezi, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ndërtimi i xhamijeve është cilësi e atyre të cilët besojnë Allahun, besojnë ditën e gjykimit. Profeti alayhi salam thot në një hadith, kush ndërton një xhami për Allahun, Allahu ja ndërton atij një shtëpi në xhenet. Çdo njeri prej nesh duhet ta ketë parasysh që një xhami po filloj, me lejen e Zotit gjithësisë ajo ka për të përfunduar. Ka për të bë, ka për të ble. Mos me ne, me disa tjerë më të mirë se ne. Po lumë për atë i cili është garues. Lumë për atë i cili garon që t'jetë ai. Men dhe ledhi yuqridu Allaha qardan hasana, fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Kush është ai i cili i jep Allahut një huat të mirë, e Allahu t'ja shumëfishoj atij. Çdo njeri prej nesh, nëse do të kishte një njeri të zemrës, njeri dashur, babai, vllai, fëmia, do t'i kërkonte një hua. S'do të kursehej, nuk do të ngushtohej, do t'ja jepte. Po kur pyet Allahu i lartësuar. Dhe kjo gjë vjen hadith Zoti i gjithësisë. Pra siç vjen hadith, kujdeset për atë sadakan që jep dikush, ashtu siç kujdeset ndonjëri për atë voglin e tij. Dhe kur ta gjej shpërblimin e saj ditën e gjykimit, e gjen sa një mal. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Garoni për falje prej Zotit tuaj. Dhe xhennet, gjerësia e të cilit është sa gjerësia midis qiellit dhe toka. Ndërsa në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot: "Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im." Të parët thon dietarët shpjeguesit e Kuranit, janë ata pra të cilët garojnë për bërjen e punëve të mira në dynja. Të parët këta thot do të jenë edhe në ditën e gjykimit për të hyrë në xhennet. Ulaika al-muqarrabun, ata do të jenë pranë Allahut lartësuar. Do të jenë pra në xhenetet e Zotit gjithësisë. Elus Allahun e lartësuar që të na mundësoj gjithëve të jemi prej tyre. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma, o Allah, o Zoti ynë, na mundëso që këto shkaqe të kemi parasysh, e të zbatojmë në jetën tonë, për ditëshmërinë tonë, në mënyrë që na mundësosh të kemi një jetë të lumtur në këtë botë dhe të fitojmë lumturinë e përjetshme në botën tjetër. O Allah, o Zoti ynë, na fal, na mëshiro. O Allah, o Zoti ynë, fali muslimanët kudo që janë. O Allah, o Zoti ynë, shëroj të sëmurët tanë. O Allah, o Zoti ynë, fali dhe mëshiroj ata që kanë ndëruar jetë prej nesh, bëje i kametin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.